organizatorë e protestave mblorë dhe në Tiranë gjithashtu. Mesazhi im për të gjithë diasporën dhe lutja ime për ju si organizues është ky. Qeveria Rama po përpiqet të na ngre kurth që ne të përgjigjemi sot me dhunë. Pse është ky kurth? Sepse kur dikush të vjen me 10 vet dhe ti je me 1 vet, atëherë kjo luftë është e humbur. Shteti që don, kur ata gabojnë, ata bëjnë dhunë, ne nuk i përgjigjemi me dhunë. Dokumentojmë çdo gjë. Djegim anën ligjore, do jetë më e gjatë, kini i durim shqiptar, se kemi vujtur shumë, e kemi duruar shumë, po kjo është rruga më e sigurt, rruga që ne fitojmë, sepse me dhunë, ata kanë mbrapa, ata që kanë mbrapa i që i din ata vetë, kanë policinë e shtetit, kanë krimin e organizuar, kanë ushtrinë, edhe ku të gjunësha, edhe patronazhistat, kanë të dashur që do i çlirojmë edhe ata. Ne t'i garantojmë, Të lutem, mesazhi është ky, çdo qytetar sot, para, mbrapa, majtas, djathtas, ka një përgjegjësi të madhe qytetare për këtë moment të rrezikshëm ku vendi jonë është në rrezik etnik, që do të thotë, ju lutem, përcjellni sidomos gratë, parandaloni me dashuri, me qetësi dhunën, çdo gur, çdo armë, çdo vezë që hidhet, sidomos policisë është provokim, mos bini kurrë, jemi populli më i mundshëm në botë, jemi populli që keni mundur perandori, jeni populli që keni hedhur në 1920 flotën italiane fashiste, në ndërmjet flotës së vogël të laboristë. Pse? Se kemi luftuar nga Sazani, që dhuron mbrojtje strategjike 360 gradë. Prandaj Enveri e ka shtuar atë në një pikë mbrojtje të rëndësishme. Le ta çojmë mesazh. Diaspora, dashuria jonë. Diaspora mos u praqa, ju lutem. Diaspora. Ne jemi 2000 veta, por ne jemi më shumë se 3 milion. Ne jemi një zemër, ne jemi një shpirt dhe ne duam tokën tonë. A është krim ta duash tokën? Atëherë, ta përçojmë edhe një mesazh tjetër. Diaspora është faktor shumë i rëndësishëm në këtë momente historike. Është një pjesë e shoqërisë tonë, është gjysma e shoqërisë tonë, është një pjesë e grupit, domethënë, që është steril në veprimet e veta. Ne jemi absolutisht, domethënë, të pastër në veprimet tona për proceset demokratizuese dhe për ta përmbyllur tranzicionin. Ne nuk po luftojmë njëri tjetrin, ne po luftojmë djallin në këtë mes, drita po lufton me errësirën. Ju lutem sidomos gra dhe fëmijë sot sa më shumë në shesh, me qetësi dhe me dashuri, të ndalojmë çdo dhunë, çdo gur, çdo vezë, çdo provokim që u bëhet dënuesve, që u bëhet diktatorëve dhe që u bëhet krimi të organizuar. Ju dua. Shumë faleminderit. Frika nuk ka pushtet që e ndalon një popull, nuk ka një mekanizëm i pushtetit që do ta ndalojë popullin, sepse këtu janë të mbledhur gjithë atletarët e Shqipërisë dhe vinë nga diaspora, vinë këtu sot për të qenë bashkuar, nuk do ketë asnjë mekanizëm i pushtetit që ta ndalojë apo ndërhyrje të ndryshme.